Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit. Sonte është prajmi i radhës në Big Brother VIP Albania. Një prime që në fakt që javën e kaluar ka ngritur një sër diskutimesh, ka ngritur një debat shumë të lartë jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Brikena në këndin e lideres, normalisht lideret gjithmonë në Big Brother kanë patur një avantazh. Një avantazh që në fakt u komentua jashtëzakonisht shumë. Fillimisht Brikenën e nxori si një lojtare shumë të dobët, si një lojtare e cila luajti emocionalisht, që mund të themi që po, ishte emocionalisht deri në 1%, dhe më pas do me thënë e nxori si një lojtare e cila bëri një mekanizëm që ta aktivizon veten e saj. Si ta aktivizon veten e saj? E kam thënë, por më duhet të ripërsëritem. Ndoshta është e vetmja banore që dëgjoi mesazhin e opinionistëve. Unë e kam thënë në Big Brother mesazhi i opinionistëve është shumë i rëndësishëm. Ndaç mesazhi i Arbrit, ndaç mesazhi Monikës. Dhe siç duket Brikena e studioi fjalën se çfarë i tha Monika dhe bëri një lojë. Për ta aktivizuar Mateon, për ta futur në lojë, Brikena e nxori në nominim dhe futi njëkohësisht me këtë nominim edhe veten e saj në lojë dhe e bëri veten që të përflitet. Do të thënë kjo është shkathësi. Tani, unë jam shumë i sigurt që produksioni, por edhe publiku, me këtë dashuri të madhe që mori Mateo, që në këtë rast do me thënë, ai nesër do t'i thot Brikenës faleminderit që ma bëri këtë gjën, Mateo nuk do të largohet sonte nga shtëpia Big Brotherit, por mendoj që banori që më së shumti rrezikon në këtë pikë të lojës për t'u larguar nga shtëpia është Erik Loshi. Edhe pse Eriku në fakt e ndjen. E shikoja që parë po bën një bisedë Eriku, Miri dhe Casey në dhomën e gjumit dhe Miri i thonte që në asnjë mënyrë nuk del ti, do del Mateo, por siç duket, e kam thënë edhe më herët, Miri nuk ka arritur që ta njeh lojën e Big Brotherit dhe nuk ka arritur që ta kupton sekretin që Mateo ka diçka për të treguar tek publiku. Mateo krijoi një dinamik, Mateo krijoi tani një lojë. Do me thënë, Brikena automatikisht ka krijuar një aleancë interesante brenda në shtëpi që tek publiku jashtë krijon një kurreshtje të papar. Do me thënë, Miri siç duket këtë nuk e ka studiuar bukur. Unë them që sonte Mateo nuk del nga shtëpia. Mateo pati një dron brenda në shtëpi, pati dashurinë e publikut, pati vëmendjen e publikut, pati respektin e publikut dhe në asnjë lloj mënyre nuk do të largohet nga ajo shtëpi. Por gjithsesi sonte do të ketë debate. Sonte do me thënë është në qendër të vëmendjes Brikena për gjën që bëri, do të ketë një përballje mes Brikenës edhe Mateos në dhomën e ndenjës për marrëdhënien e tyre, sepse Mateo ka nxjerr një të vërtet, le ta themi në paqë, që ai thotë që unë e kam puthur Brikenën, por në anën tjetër Brikena nuk është se pranon këtë gjën dhe është kjo pikpyetja e madhe, çfarë ka që Brikenën ta ndalon që mos ta pranon puthjen me Mateon, që mos ta pranon atë ndjesinë që Mateo i ka dhënë apo ajo i ka dhënë Mateos. Do me thënë, do të përflitet tema e tyre, më pas do të kemi Inën edhe Casey, dy personazhe shumë interesant. Ina për herë të parë ka folur në dhomën e rrëfimit, ajo ka thënë që pa marrë parasysh afrimitetit që unë kam krijuar me Casey brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania, unë përsëri kam një, do me thënë, nuk është se kam besim të ka ideal, por as edhe të këmisha ime. Do me thënë, Ina ka të iden që Casey po e manipulon, Casey po e gënjen, Casey po krijon, do me thënë, situata vetëm e vetëm për të luajtur me Inën, vetëm e vetëm për ta përdorur Inën dhe normalisht ajo nga kjo gjë trëmbet. Por Ina, do me thënë, është shumë e sigurt që në këtë lojë është e vetme dhe nuk është se ka një mbështetje. Sonte do të shfaqet edhe kjo video ku në fakt Ina flet për Casey, edhe pse kohëve të fundit kemi shikuar një afrimitet jashtëzakonisht të madh tek Ina dhe tek Casey, do me thënë, ka patur puthje, ka patur përqafime, ka patur ledhatime, ka patur afrimitete, por jemi
ulur me vete dhe kemi thënë që kjo gjëja po bëhet për inat të Stelinës, por siç duket edhe Ina këtë gjë nuk e beson. Domethënë do të kemi edhe një përballje mes Inës edhe mes Caseyt, ku jam shumë i bindur që Ina do të dihet ta luan këtë situatën dhe do të del nga gjëja në të cilën ajo ka fol, dhe më në fund domethënë e kemi marrëdhënien Miri Selina, një marrëdhënie që ka nisur brenda kësaj shtëpie në fillim shumë e afërt, një marrëdhënie që nisi në fillim shumë e dashur, një marrëdhënie që premtoi se aty do të ndodhë diçka, por siç duket Selin hyri brenda fjalëve të kunatës së saj, e kuptoi lojën dhe u largua krejtësisht nga Miri. Tani është Miri ai që në fakt i shkon Selinës nga mbrapa, sepse ndoshta edhe nuk ka se kush t'ia bën lojën, dhe në anën tjetër është Selina ajo e cila domethënë djegën rrugtimin e saj brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe dëshiron që të krijon aleanca, dëshiron që të krijon lojra, dëshiron që të krijon situata interesante që banorët vërtet të çojnë vëmendjen drejt Selinës, sepse unë e kam thënë gjithmonë, banori i suksesshëm edhe i fuqishëm në Big Brother është ai banori i cili di të merr vëmendjen e banorëve të tjerë, dhe në fakt Selina këtë gjë e bëri, sidomos edhe me këngën Tunde Moj Selin. Kemi debatin e ashpër të Kristit me të gjithë banorët që ka patur brenda kësaj shtëpie, domethënë është krijuar një lojë shumë dinamike, janë krijuar shumë momente interesante, dhe më pas kemi dhe një moment shumë emocional të njërit prej banorëve në shtëpinë e Big Brotherit, duke rrëfyer momentet e jetës së tij, duke përfshirë sonte që kemi edhe shumë surpriza. Domethënë pritet të jetë një nga prajmet më të nxehta, sidomos pjesa e nominimit pritet të jetë prajmi më dinamik, por un jam shumë i bindur që Mateo, i cili përflitet jashtëzakonisht shumë nëpër median sociale, nuk do të jetë banori i cili do të largohet sonte nga shtëpia e Big Brotherit. Sonte do të kemi përballjen. Unë e di që Brikena në një farë mënyre do të revoltohet edhe do t'i kthehet Ledioni që juve nuk ka se çfarë ju intereson privatësia ime, sepse e shoh që Brikena këtë pjesën e lidhjes, pjesën e dashurisë, pjesën e emocionit e ka në fakt shumë të shenjtë, e ka shumë hynor, dhe do të presim sonte të shohim se çfarë do të ndodh me Brikenën, çfarë do të ndodh me marrëdhënien e saj me Mateon. Domethënë Mateo thjesht ka krijuar një dinamike dhe një lojë, ku më pas banorët e tjerë, siç është Lorna, siç është Juela, mundohen që të përfshihen rreth situatave të këtyre banorëve që realisht domethënë nuk është se kanë situatat e tyre. Kryefjala e këtij Big Brotheri momentalisht është Mateo dhe Brikena. Të gjithë syt janë nga Mateo dhe Brikena, çfarë lëvizjesh do të bëjnë, si do të sillen, çfarë do t'i thonë njëri tjetrit, edhe pse në fakt Mateo është duke kërkuar vetëm një përgjigje. Pse ma bëre këtë gjë? Domethënë ai e ndjen sikur Brikena po akmerret, ndërsa Brikena ka frikën, le ta themi kështu në thonjza, sikurse Mateo mos flet, sikurse Mateo mos tregon, sikurse Mateo mos thot ndonjë gjë që ka ndodhur jashtë me Brikenën, se po i prishën punë Brikenës. Do takojmë të gjithë në orën 21 pranë televizionit Top Channel për të parë se çfarë do të ndodhë sonte në Big Brother VIP Albania.